Dhe unë do doja një mesazh që t'ia drejtojmë të rinjve për t'i motivuar, për t'i bërë që t'jenë funksional dhe sigurisht për t'i bërë që të rinë në Shqipëri. Patjetër, janë brezi i cili ju takon e ardhmja, janë brezi të cilët do ta bëjnë Shqipërinë, do ta çojnë para këtë vend dhe ndjenjën e patriotizmit patjetër çdo familje u ushqen, ne jemi shqiptare, u ushqejmë fëmijëve tanë atë dashurinë. Por unë do thosha për të rinj, po, ëndërroni, patjetër, sepse pa ëndra ne nuk mundet të vazhdojmë, po guxoni ama që ato ëndra ti realizoni, ti vini në jetë. Po nuk guxove nuk arrin asgjë. Guxoni të merrni pjesë në politikë, të jeni aktiv, të jeni aktiv në jetën e vendit, të influenconi në jetën e vendit, sepse janë brez në fakt që janë të mësuar mirë, të informuar, marrin informacion nga gjitha anët. Ne duhet kujdesemi që ky informacion të jetë pak më i selektuar që të marrin më të mirën e mundshme dhe të kemi besim patjetër tek ata, sepse nëse nuk do besojmë, dhe ata nuk do të ndihen të vlerësuar. Kështu që unë do t'i thoja të rinjve, guxoni, na që të implementoni ato ëndrat, të cilat i shikon çdo i ri me të drejtën.